Shumë i nderuari xhamat banor të fshatit tim, u shpreh mirënjohje thellësisht për përkrahjen edhe ndihmën të cilin ma keni dhënë, vazhdoni të ma jepni, inshallah Allahu ju shpërblen. Bëj dua që këtë mund që e jepni për ruajtjen, mbrojtjen e traditës suaj dhe tonës, që vazhdoni ta kultivoni këtë vend. Allahu dhu xhelal inshallah ato a kompenzoj. Lusë Allahu dhu xhelal inshallah evladin, fëmijët të bën të hajrit. Do ta falenderoj Hoxhën edhe Molla Ahmetin, po edhe Emran Hoxhën që e bartin mbi supe këtë projekt, këtë angazhim. Dhe gjithë ata të cilët në veçanti gjeneratat e reja, mos në i dhonë këtu më të vjetrit, që vazhdojnë ta përkrajnë që kjo traditë vazhdojnë në këtë vend. Allahu dhu xhelal inshallah ju jep shëndet dhe bereqet. Allahu dhu xhelal agjerimin, duat, angazhimet, kabullu abaf të shumë. Nderuar imami që është themeli i mamllëkut, po dhe djali që është qatia inshallah. Nderuar xhamat, nuk është egzagerim, po them që sot ndoshta është dita më e bukur e jetës time, sepse është në ditë në Ramazan dhe Ramazani është muaj më i bukur, por e kaluam një pjesë të ditës në Shkup dhe mbi gjitha kjo ishte kulmi i bereqetit dhe kënaqësisë që kaluam një iftar bashkë në një sofrë që e ka emrin sofra e Ramazanit. Për herë themi sofra e Ramazanit, por sofra nuk gjejmë. Kretë janë trueca dhe tavolina, kurse sot të gjetëm 70 sofra bujarie. Allahu xhalleshanu ashtoft bujarin, ju ashtoft begatin, si që ka dhënë mundësin të rrini bashk afër njëri tjetrit në sofrat e dynjas të Ramazanit, mos ndaheni nga njëri tjetri as në sofrat e xhennetit. Kjo është feja, kjo është dini, kjo është vatani. Kjo është që të rish këmbkryq me njëri tjetrin, të afrojsh zemrat me njëri tjetrin, me nda bukën, me nda fasulën, groshën, me nda bukën dhe kripën, por me nda zemrën e bardhë. Kjo na mungon sot gjithve. Edhe për fe, edhe për dynja, edhe për vatan, kjo po na mungon. Prandaj Zoti ju nderoft, ju a shpërbleft, juve, fëmijëve tuaja, aty në duarve që kanë gatujt, ja shpërbleft Allahu me ushqimet e xhenetit inshallah. Dhe inshallah e trashëgoni këtë traditë kaq të bukur që kemi nevojë të gjithë ta shohim me sy e ta trashëgojmë ke fëmijët tanë që dem baba dem, sa tjetë kjo dynja të mbahet si traditë e t'i shkojë rahmet të gjithë aty në sofrave të parët tanë. Zoti i falë dhe i mëshiroft gjithë ata dhe i shpërbleft me ushqimet e xhenetit. Na bashkoft Zoti gjithmonë në sofrat hajrit, në sofrat Ramazanit, na bashkoft gjithve në sofrat e xhenetit Allahu xhalleshanu. Shumë faleminderit. O Zot, për ty agjëruam, ty të besuam, ty të mbështetëm, me rizkun dhe furnizimin tënd çelëm iftarin. Etja, uria u larguan, damarët u njomën dhe mbeti shpërblimi inshallah. Amin.
Elhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والمنزل عليه قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Falënderimi dhe lavdrimi qoftë për Allahun xhalleshanu, i cili na ka ushqyer dhe na ka dhënë të ham dhe të pim dhe i cili na ka bërë pjesëtar të fesë vetme e pranuar të Allahu xhalleshanu. Gjithashtu bereqeti dhe rahmeti i Allahu xhalleshanu qoftë mbi ata të cilët e kanë përgatitur këtë ushqim, mbi ata të cilët e hëngrën dhe mbi ata të cilët gjenden në këtë vend. O Zot, na i shto të mirat tua dhe mos na i pako. Allahumma zid wala tankus bi hurmetil Fatiha. Ey mübarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zotina dha jet, për me t'prite dhe si jet.